Epizodi i 15 të serisë së librave audio Gli Speciali në kategorinë Poezi dhe gjithçka tjetër. Poezia, dhe pastaj bëni dashuri nga Alda Merini. Dhe pastaj bëni dashuri. Jo seks, thjesht dashuri. Dhe me këtë, dua të them. Puthjet nga dalta në gojë. Në qafë. Në bark. Në shpinë. Kafshime në buzë. Duar të gërshetuara. Dhe sy që takohen me sy. Dua të them për qafime aq të shtrënguara. Sa bëheni një. Trupa që përshtaten me njëri tjetrin dhe shpirtra që bashkohen. Për këdhelje mbi gërvishtje. Rroba të hequra bashkë me frikërat. Puthje mbi dobësitë. Mbi shenjat e një jete. Që deri në atë çast kishte qenë paksa e zbeth. Dua të them gishta që përshkojnë trupat. Duke krijuar ujësi. Duke thithur aromat. Zemra që rrahin në një ritëm. Frymëmarrje që lëvizin. Në të njëjtin ritëm. Dhe pastaj buzëqeshje. Sërish të sinqerta pas një kohe. Kur kishin pushuar së qeni të tilla. Pra, bëni dashuri dhe mos ndjeni turp. Sepse dashuria është art. Dhe ju jeni kryeveprat. Alda Merini. Princi Montero u ul në një koltuk lëkure të zezë në rezidencën e tij madhështore në Prezzemolo. Ai mbante veshur një robë sateni me një model lulesh në një sfond të bardhë. Ai mbështeti këmbët e zhveshura dhe me qime në tavolinën e kafes prej qelçi përpara karriges dhe mori një gazetë që mbështetej në një tabaka të madhe argjendi, të cilën shërbëtori i tij, Silvio, ia kishte sjellë menjëherë. Shërbëtori besnik, 2 metra i gjatë, mbante tabakan ndërsa mbante doreza të bardha të forta. Ai ishte veshur me një pallto blu mëngjesi dhe një jelek gri mbi një këmish të bardhë dhe një kravatë të zezë. Sapo princi mori gazetën në dorë, shërbëtori pyeti me një zë të ulët dhe të qetë. A ti dërgoj vajzat menjëherë për larjen e këmbëve? Montero pohoi me kokë, duke ulur kokën pak. Shërbëtori, një burr me një fytyrë serioze, të rrudhur dhe flokë gri të hollë që ishin pak të gjatë anash dhe në qafë, u përkul në shenjë përshëndetjeje dhe u largua për t'u marrë me detyra të tjera diku tjetër në shtëpi. Pikërisht kur princi po bëhej gati të hapte gazetën për të lexuar një histori që e interesonte, ai ndiu një ndjesi gudulisjeje në këmbë. Të gjunjëzuara para tij në anën tjetër të tavolinës së kafes ishin 2 gra të reja aziatike, krejtësisht të zhveshura. Ato po i lëpinin gishtërinjt e këmbëve dhe shputat e këmbëve, duke ja mbuluar me pështym të freskët. Burri, me flokë të shkurtër, biond, të prerë me lesh, i shikoi për disa sekonda me sy blu të ftohtë si kube akulli, buzëqeshi lehtë nën hundën e tij si shqiponjë dhe lexoi me kujdes artikullin rreth bandave bandite të Milanos. Kur mbaroi së lexuari, ai pëshertiu me kënaqësi, e hodhi gazetën në 2 sheme dhe i bëri shenjë vajzës në të djathtë të ngrihej për një moment dhe t'i merrte telefonin celular, i cili ishte mbështetur në tavolinën e vogël. Sapo princi e mbajti pajisjen në dorë, ai formoi një numër. Para se personi në anën tjetër të mund të përgjigjej, gruaja e re aziatike ishte kthyer tashmë në pozicionin e saj përpara tavolinës, duke u gjunjëzuar dhe duke lëpirë e thithur me përkushtim këmbën e djathtë të zotërisë së saj. Ndërkohë, vajza tjetër nuk ishte ndalur asnjëherë në detyrën e saj. Duke i parë sklevërit e tij duke pastruar me një vështrim kënaqësie, Montero i foli personit në telefon, zëri i tij i shënuar nga një rë e theksuar dhe e valëzuar. Përshëndetje, miku im i dashur, doja vetëm t'ju falenderoja për të gjitha shërbimet tuaja, tha ai, pastaj e mbylli telefonin. Ai i shikoi përsëri gratë e reja aziatike, buzëqeshi përsëri dhe i largoi këmbët nga fytyrat e tyre. Ai u ngrit, hoqi rrobën e tij dhe e hodhi edhe atë në 2 sheme. Plotësisht lakuriq, ai ul përsëri në koltuk, ndërsa shërbëtorët e tij të rinj mbetën të gjunjëzuar, duke pritur urdhrin e tij. I ulur me këmbët hapur, Montero tregoi penisin e tij krejtësisht pa qime me gishtin tregues të dorës së djathtë. Të dyja gratë u ngritën menjëherë dhe u zhvendosën për të qëndruar para zotërisë së tyre. Duke buzëqeshur në atë mënyrë që vetëm ato din ta bëjnë, me sytë e tyre të zinj në formë bajameje që rrezatojnë gëzim dhe pasion për jetën. Sa të bukura janë, me lëkurën e bardhë si porcelani, gjoksin e vogël si të një vajze të re që ende nuk është zhvilluar plotësisht dhe flokët e gjatë, të zinj e të mëndafsh. Bëra mirë që nuk u lidha kur me asnjë grua. Ato janë thjesht një bezdi e madhe.
Jam i pasur dhe mund të argëtohem me sa gra të dua. Dashuria është thjesht budallallëk, gjithsesi. Çdo grua tërhiqet nga luksi dhe pushteti, ndaj më mirë thjesht të paguaj për seks dhe për këdhelje, mendoi princi, ndërsa u bënte sërish shenjë të vazhdonin. Gratë aziatike u gjunjëzuan dhe vazhduan punën e tyre, larjen e të tjera gjëra, duke përdorur gjuhët në të gjithë zonën e legenit të burrit. Ai gjysmë mbylli sytë dhe lëshoi një pëshertim kënaqësie të thellë. Ndërkohë, milje larg qytetit të Presemolos, kreu i skuadrës lëvizëse të Milanos qëndronte ulur në tavolinën e zyrës, pasi sapo e kishte futur celularin në sirtar. Kaluan pak sekonda dhe telefoni fiks ra. Alo? Më falni, Toger Mazzucchelli, e kam kryetarin e bashkisë në linjë, ai dëshiron të flasë me ju. T'ju a kaloj? Jo. Absolutisht jo, Silvia. Thuaj që sapo dola, të lutem. Kreu i skuadrës lëvizëse, me fytyrën e nxirr nga solariumi dhe flokët e zi të krehur pas me shumë gjel, e vendosi receptorin në vendin e tij dhe nguli sytë e tij të thellë e të errët me një shprehje shqetësimi diku në dhomë. Ai nuk kishte as pak dëshirë të dëgjonte ankesat e kryetarit të bashkisë së Milanos. Ankesa në lidhje me një tjetër seri vrasjesh brutale të kryera nga bandat e kriminalëve të Milanos, antarët e të cilave ende nuk ishin arrestuar.